dhe kuvendi është përgjegjës për financimin e Radio-Televizionit Kosovës. Bugjeti për Radio-Televizionin e Kosovës madje as nuk varet nga qeveria. Interaksioni i vetëm i RTK-s është me trupat e kuvendit. Konkretisht me Komisionin për Bugjet, i cili duhet të miratoj alokimin e fondeve për RTK-n. Me atë vendim, thesari me automatizëm bën ekzekutimin e transferit. Pra të rasti i RTK-s kemi një lidhje direkte midis Komisionit për Bugjet të Kuvendit të Republikës me thesarin e shtetit që ndodhet në kuadër të Ministrisë së Financave.